Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Dersën e fundit i morëm fjalët e autorit Allahu mëshiroft. Unë tregoj se si janë rregullat e varrimit, ose se do të varroset i vdekurit. Pastaj vazhdon autori dhe i përmend rregullat ose çfarë preferohet të veprohet pas varrimit. Thot më yurfa ul qabru anil ardi qadra shibrin musannaman. Dhe do të varri të ngritet mbi nivelin e tokës sa një plumb në formë të gungës. Pra, prej sunetit është që varri të ngritet mbi nivelin e tokës, në mënyrë që varri të dallohet, dhe në këtë mënyrë pa të ruhet dhe të respektohet, mos nënçmohet. Pa njerëz me shkel me këmbë kështu më radh, duke mos e ditë që aty ka varr. Dhe ashtu siç është kjo prej sunetit, edhe realisht, domethënë edhe realiteti e kërkon këtë gjë. Për arsye se dheu i varrit, po dheu i cili u nxjerr prej varrit do të kthehet këtë varr. Dhe është e ditur pra që toka para se të lirohet, pra para se të groposet, është më e dendur se sa kur nxjerrët varri dhe kthehet prapë aty. Po patjetër që do të ngritet niveli i dheut. Po ashtu dihet që domethënë vendi ku do të vendoset i vdekuri mbetet i zbrazur. Po aty spare po fillimisht ka pas dheu, pastaj është larg, domethënë kur nxjerrat dheu ose groposet varri, aty vendoset pra i vdekuri dhe patjetër pa që dheu kur hidhet mbi të, do të ngritet përmbi nivelin e tokës. Dhe autori po thotë do të jetë përmbi nivelin e tokës sa një plumb. Pra sa një plumb është për qëllim sa hapet plumba pra mes gishtit të madh dhe gishtit të vogël. Dhe është e ditur që kjo meselë pra është e parafort. Pra me parafru për ndryshën e dim që njerëz dallojnë sa i përket madhësisë së plumbës. Pra dhe gjithashtu domethënë sa i përket gjerësisë së gishtave kur i hapen. Pa i që ka dorën e madhe dhe kur i hap gishta do në plëmbat do tjetë më e madhe, se i ka gishtat më të gjatë, edhe kundërta. Mirë po zakonisht, pra dheu i cili kthehet pastaj në varr, nuk ngritet më shumë se sa një plëmb. Mundet me qenë pak më lart ose pak mirë, po prafërsisht sa një plëmb. Dietarët këtu e bëjnë një përjashtim në çështje, thonë përveç rastit kur njeriu vdes në tokën e armikut, atëherë është mirë pa që mos më ngrit varri i tij mbi nivelin tokës, mirë po të rrafshohet. Po mos më ditë që ka varr aty. Mënyrë që pastaj armisht po mos më zhvarros edhe pastaj me shkaktuar gjymtime të ai ose kështu më radh, po gjëra ngjashme me këto. Dhe e dyta vëllët autori më kanë varri musannam. Musannam është për qëllim pra në pjesën e sipërme mos më qenë rrafshuar, i shesht. Mirë po më qenë në formë të gungës, pra në formë të trekëndshit. Argument për gjitha këto që i përmend autori janë hadithe që tregojnë se kështu ka qenë varri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra Xhabiri radhiyallahu anhu tregon thotë an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ulhida lahu lahdun. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka hap lahdi. Po kur është varrosja kanë hap lahdin, që ne kemi shpjeguar dersën e kaluar, por është ajo pjesa që hapet pra në anën e kiblës. Në fund varrit në anën e kiblës. Wa nusiba alayhi al-labinu nasban dhe është vendos mbi të, pra ky lahdi pastaj është mbyll me tulla prej baltës. Wa rufi'a qabruhu min al-ardi nahwan min shibr. Edhe është ngrit varri i tij mbi nivelin e tokës parafrasisht pra sa një plumb. Gjithashtu në hadithin e Sufjanit at-Tamar tregon thotë ra'aytu qabra an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qabra Abi Bakr wa Umar musannaman. Thotë i kanë pa varrin e pejgamberit, varrin e Abu Bekrit edhe Omerit kanë qenë pa kështu të ngritur në formën e që është thamë trekëndshit apo të gungës, sikur gunga e devës. Për çështje të tjera që këtu nuk i përmend autori, mirë po është e preferuar të veprohet në rastin e kur mbyllet pra varri, kur përfundon varrimi është që me vendos një guri ose diçka ngjashme te varri atij që është ka vdekur dhe është varrosur, në mënyrë që mu dallu varri i tij prej varreve të tjera. Edhe nëse dikush dëshiron pasaj të afër me varros të afër varrit i tij, mundet me ditë pra saktësisht ku është varri i tij. Argument për këto është hadithi
i Matlab ibn Abi Wada'a radiallahu anhu, i cili tregon thot kur ka vdek Uthman ibn Madhuni radiallahu anhu, thot e kanë marrë gjenazën e tij dhe kanë varrosur. Thot edhe pejgamberi sa me ka urdhëruar një burr që me sjell një guri. Mirë po thot ai s'ka mujt me bar, po ka qenë guri i ran. Thot atëherë pejgamberi mu ngrit vet, i përveshi pra mëngët e tij. Thot edhe kjo Matlebe pasaj e tregon, pra thot i kom pa kur pejgamberi i përveshi mëngët e tij, kom pa barësinë e krahëve të pejgamberit ose para krahëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot e mori gurin edhe ngriti edhe e vendosi te koka e Uthman ibn Madhunit, po te koka te varri i tij. Wa qala, edhe ka thonë ta'allamu bi hadha qabra akhi, po me këtë guri po e shenjoj, po bëjmë po tregoj ku është varri i vllaut tim, pra Uthman ibn Madhunit. Pastaj thonë gjithashtu kush vdes për familjarëve të tij mundet pra me ditë ku është varri i tij dhe mu varros pra afër varrit të tij. Çështja e katërt që nuk duhet të veprohet në këtë rast pas varrimit është ajo që njihet si tallkin, që është i njohur po në shumicën e vendeve islame edhe tek ne. Për arsye se hadithi që është transmetuar në lidhje me tallkinin është i dobët, nuk është i saktë. Në anën tjetër, pejgamberi sa na ka mësuar që pas varrimit do të lutemi për të vdekur, dhe jo të knojmë tallkin, jo të lexojmë tallkin. Mirë po do të lutim Allahun që Allah me fal edhe me forcu, pra me forcu argumentin e tij, me forcu gjuhën e tij që më ju përgjigj pa pyetjeve të melekëve, kur vinë me marr pyetje. Siç ka ardhur po hadithin e Uthmanit radiallahu anhu, i cili tregon thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur përfundonte varrimi i ndonjë prej të vdekurve, thoshte qëndronte te varri i tij dhe thoshte istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al. Thot kërkoni falje për vëllaun e juaj edhe luteni Allahun, shkruar në transmetim wasalu Allah lahu at-tathbit, luteni Allahun që më forcu këto. Nga sa ai tash është duke u marrë në pyetje. Pra për aty në dy melekëve që vinë me marrë pyetje. Prandaj pra hadithi i tallkinit është i dobët. Dhe gjithashtu pra nuk u transmetu as pi selefëve që kanë bërë tallkin te varrimi. Edhe pra dietarët që kanë gjykuar pra hadithin e tallkinit që është i dobët, pra është Imam Nawawi, pastaj Ibn al-Qayyim. Po ashtu domethënë edhe Sanani në librin e Subul Salam, madje pra Sanani aty e përmend që me vepru tallkin është bidat. Dhe kjo detaj që e përmend Sanani, Allah më shoh, është shumë i rëndësishëm. Për arsye se disa kanë argumentuar me rregullën që është të disa dietar të hadithit që lejohet me hadithin e dobët me vepru në atë që quhet fadailul amal, por në veprat e mira. Prandaj thonë edhe kjo pse është hadithi i dobët, nuk ka të keqe me vepru, se domthonë është vepër e mirë për të vdekurin. Mirë po, domthonë ata nuk e kanë kuptuar ose nuk dojnë me kuptuar se nuk punohet me hadithin e dobët vetëm se është hadithi i dobët. Mirë po, tek ta dietarë që e lejojnë me punu me hadithin e dobët ka argument, ka kushte. Dhe pi kushteve është që ajo vepër me pas bazë Kur'an edhe Sunet. A nëse nuk ka ajo vepër në bazë Kur'an dhe Sunet, atëherë nuk lejohet me vepru edhe me punu me hadithin e dobët. E për tallkinin pra nuk ka bazë as Kur'an as Sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu për çështjeve që nuk i përmend këto autori, është mirë pra mi sqaruar se lejohet nëse varri nuk është përgatitur më herët, edhe është ende duke u groposur varri ose duke u përgatitur lahdi e kështu me radhë, atëherë lejohet që ata që prezantojnë aty më ul, edhe dikush prej tyre pra m'ja përkujtu vdekjen edhe gjërat që ndodhin pas vdekjes, pra që mu përgatit për vdekjen. Po kjo lejohet me këtë kusht, pra që kuptohet mos më bë tradit edhe në me qenë pra varri ende duke përgatitur, jo domthon mos e të kryhet varrimi. Argument për këtë është hadithi i Bara ibn Azibit radiallahu anhu, i cili është hadithi i gjatë, që tregon pra rrugtimin e secilit njeri pasi të vdes, pra si për besimtarin, si për jo besimtarin. Dhe në fillim këtij hadithit tregon Bara ibn Azimi radiallahu anhu thotë, një ditë dolëm me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për me varros një prej ensarëve. Të përfunduam të një varr që ende nuk ishte përgatit pra lahdi i tij, ende ishin duke gropos edhe duke përgatit lahdin e tij.
Thotë edhe ul pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në drejtim të kiblës, edhe ne ulëm rreth tij. Thotë sikur mbi kokat tona kishte zogj edhe shpend, pra kjo është përdorur si shprehje që ka pas heshtje totale, pra nuk ka fol askush edhe kam pritë se çfarë po thot pejgamberi. Thotë edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e pat një shkop në dorën e tij, pra në thupër, edhe me të thotë bënte viza në tokë. Pra zakonisht kjo përdoret për atë i cili bën vizën tokë edhe mediton rreth për ndonjë gjë. Thotë edhe shikonte qiellin, nganjëherë shikonte qiellin, nganjëherë shikonte tokën. Thotë edhe kështu veproi 3 herë. Pra ngriti shikimin edhe e uli 3 herë. Pastaj na tha ista'idhu billahi min adhabil qabr. Edhe na tha 3 herë, 2 herë ose 3 herë kërkoni mbrojtje te Allahu pi dënimit të varrit. Pastaj tha pra vetë pejgamberi sa Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr. O Allah, kërkoj mbrojtje te ti pi dënimit të varrit, dhe kështu tha 3 herë pejgamberi. Pastaj pra vazhdon hadithi që thamë që është i gjatë, që kemi përmend me raste të tjera gjatë dersave tona se pa çfarë ndodh me njeriu në momentet e vdekjes pasi të vdesë kështu më radh. Pastaj për çështje të tjera që i përmend këto autori thotë mu yukrahu tajsisuhu wal bina. Është makruh, po e pa pëlqyeshme me suvatu varrin, me ly varrin, pra me gëlqere ose me gips. Dhe me ndërtu mbi të, mul kitabatu me shkru në varr, mul julusu mul mbi të, mul matu alayhi dhe me shkel me këmbë. Siç e dim pra me kruhit e dietarët e fikut është që nëse njeriu nuk e vepron shpërblehet. Nëse e vepron nuk dënohet. Ose ka një terminologji tjetër, term tjetër që thot karahatu tanzih. Po kjo është kur një diçka që është e ndaluar, mirë po është vetëm e papëlqyeshme. Kurse ajo që është e ndaluar, po që nëse njeriu vepron dënohet, quhet karahatu tahrim. Po është e papëlqyeshme në fund të ndalesës së domthonjë që është e ndaluar rrapsisht. Po tajsisuhu është për qëllim që është thënë me vendos mbi varr, me ly varrin, me suvatu varrin, pra qoftë me gëlqere, qoftë me gips, se gjithë pra në gjuhën arabe është gips edhe gëlqere, po përdoret të njëjtër. Ose me përzi pra dheun e varrit me këtë pjesë, me këtë material. Po ndalesa ose pse është e urryer kjo, nga se kjo hyn te ngritja e varrit. Me ngrit varrin, po edhe kjo është e ndaluar, nga sa Aliu radhiyallahu anhu tregon thotë, i ka thonë Abul Hayyaj al-Asadi, ala ab'athuka ala ma ba'athani alayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A don me dërgu me një mision me cilin me ka dërguar edhe më herët i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Alla tad'a suratan illa tamasta. Kudo që të gjen një imazh, një idhull statuj me fshi ato. Wala qabran mushrifan illa sawaytu. Wa kudo që e gjen një varr të ngritur me rrafshu. Po qëllimi me rrafshu nuk është me rrafshu për tokë. Mirë po që është e pa mbi hadithe më lartë, është për shëllim me gjajshë me varët e tjera, pra me qenë ngritur prafërsisht sa një plan. Po ashtu, po dhe të autori është e papëlqyeshme dhe me ndërtu mbi varr. Po me ndërtu mbi varr, po ndërtes ose kupoll ose ndesa ngjashme që veprohet siç e dim të varret. Këtu autori siç e pam tham që këtu veprimi këtyre dy gjërave të varrit është me krye papëlqyeshme. Mirë po ky mendim i autorit nuk i pranohet, por është i diskutueshëm ose diskutabil. Për arsye se pejgamberi sa mi ka ndaluar këto gjëra. Po ka ndaluar që shka në hadith me suvatu varrin edhe me ndërtu mbi varr. Hadithi ka ardhur te Muslimi, prej Xhabirit radhiyallahu anhu. Edhe në parim ndalesa tregon që është dohon ndalesa pejgamberi tregon që ai veprim është haram. Po ashtu arsyeja pse pejgamberi ka ndaluar këto gjëra është se këto janë mjet që shojnë drejt shirkut. Pse kur ndërtohen mbi varr siç e dimë dhe kështu ka ndodhur zakonisht, edhe në popujt e mashëm edhe në umetin tonë, që këto varre pasaj nëse veprohet me këtë mënyrë, fillojnë të madhërohen për njerëzve. Edhe në fund, po përfundon që njerëz fillojnë me adhuru ato krahas Allahut. Edhe siç e dimë, pra kemi shpjeguar këto edhe te Kitabu Tauhid, shejtani gradualisht të tërheq njeriu drejt shirkut. Madje edhe nëse kjo gjë i merr kohë me vite, e me shekuj. Pra qëllimi i shejtanit është njerëz mi dërguan shirk.
Po spari, po mundon me tërheq me një gjinoj që është i vogël te një gjinoj më i madh, pastaj pi gjinohet më deri te kufri dhe shirku. Prandaj e saktë është që mi suvatu ose mi ly varret edhe me ndërtu mbi to është haram. Edhe pse dietarët më vonë ka thonë që fuqaha në këtë rast kur kanë thonë që është mekruh me vepru këto kanë pas për qëllim karahat e tahrim, që është haram, që është ndaluar. Mirë po, ky përfundim i tyre nuk është i pranuar për arsye se kjo është kundërshtim me terminologjinë që kanë pranuar, që kanë përdorur po dietarët e fikut. Kto mbeten në çështje që përmendet, që vërtet nuk përmendet në hadith, mirë po përmendet pe dietarëve, a lejohet me ly varret me balt, me algjir. Pra me të hollu baltën edhe me ly me tu. Disa dietarë ndalojnë, me thonë është një sipër se suvatimi, e disa thonë është vetëm me kruh, pra është pa pëlqyer, e disa thonë kjo çështje do të ose e lejojnë, ose disa thonë më së miri është kjo çështje me shtjellu ose me detajizu. Pra nëse ekziston frika që varri ose dheju që është vendosur mbi varr, pra mundet me ardhë era të forta dhe me ngrit me largu pi varrit, ose me ardhë ndonjë vërshim i ujit edhe me nxjerr pra të vdekurin xhenazën prej varrit, atëherë nuk ka të keqe me ly kështu pra me balt. Po me tollu dhejun, me basi balt edhe me ly me të. Nuk ka të keqe, nga se me këtë arrihet pra një prej synimeve dhe objektiveve të fesë. Mirë po nëse veprohen në formën e zbukurimit varrit, jo për ndonjë synim apo objektiv të fesë, të lehtëshëm të fesë, atëherë nuk lejohet pra me ly as me algjir ose me balt. Pastaj autori e pam që tha dhe prej gjërave të rryra që veprohen pas varrimit ose të varrit është shkrimi. Me shkruan mbi varr. Po pavarësisht është fjala me shkruan te guri i cili vendoset te varri ose te koka e vdekurit apo me shkruan mbi vet varrin. Nga se kjo gjithashtu tregon ose çon në madhrimin e këtij varri. Po kur të shkruhet diçka te varri, atëherë domthon njerëz fillojnë me madhru varret. Edhe pastaj ekziston frika që edhe në këtë rast po me çun njerëz deri te shirku. Po me madhru këto varre krahas Allah. Edhe pam që pi fjalët e autorit edhe këtu po nën kuptohet se kjo është vetëm mekruh. Mirë po hadithi i pejgamberit sa që u përmend krahas suvatimit dhe ndërtimit, varri u përmend edhe shkrimin mbi varr. Që të thonë pe hadithit kuptohet që është haram, është ndaluar. Edhe nuk lejohet me shkru mbi varre asgjë. Ose do thonë te guri i varrit e kështu me radhë. Edhe kjo është një prej mendimeve dietarëve në këtë meselë. Ndërsa disa dietarë disa dietarë thonë është haram, disa thonë është mekruh. Edhe këta që thonë haram, edhe këta që thonë mekruh thonë nuk bën fare me shkruan mbi varr. Qoftë nëse e themi që është ndaluar në formën e mekruhit apo në formën e haramit, edhe nëse është e nevojshme me shkruan mbi varr, pra për me dallu pi varreve të tjera, mënyrë që me largu gjërat, pasojat që mundën me ndodh kur varret përzihen ose nuk dallohen për njëra tjetrën. Ndërsa disa dietarë thonë ndalesa që ka këtu për me shkruan mbi varr, që është e përmend këtu Sheikh Themini dhe mendimin e dietarit ose hoxhës së tij Abdulrahman ibn Saidit Allahu mëshiroft, thotë është me shkruar ashtu siç ka vepruar në kohën e xahilietit, në kohën ose periudhën e ignorancës para islame. Po me shkruan në varr gjëra që ka lavdata, po me shkruan domthon fjalë, të cilat e lavdrojnë vdekurin, ka lavdata për to. Mirë po me shkruan gjëra që nuk e përmbajnë këtë ndalesë, për shembull vetëm me shkruan diçka që e dallon vdekurin ose varrin e vdekur pi varreve të tjera, atëherë thonë kjo nuk hyn te papëlqyeshmëri ose te ndalesa. Nga se këta bojnë kejos analogji me hadithin më lart që përmenëm, që pejgamberi ka vendosur pra atë gurin të varri Uthman ibn Maz'unit për me dallu pi varreve të tjera. Prandaj thonë nëse shkruan diçka që me dallu pi varreve të tjera, pra emrin e tij ose mbi emrin e kështu me radhë, pa u zgjeruar më shumë, atëherë nuk është e papëlqyeshme ose nuk është e ndaluar. Mirë po edhe kjo çështje, që është përmendur Sheikh Albani Allahu mëshiroft, është mirë të shtjellohet. Dhe thot, nëse dallimi pi varreve të tjera bëhet përmes gurit, atëherë nuk lejohet me shkruar asgjë mbi varr. Po mbetet ndalesa siç ka në këtë hadith. Po përderisa pejgamberi sa më kanë ndalu, atëherë pra që është thamë ndalesa tregon ose në parim tregon që një veprim i këtillë është haram. Është gjëna me veprim.
Mirë po nëse varri nuk dallohet përmes tyre gurëve, po janë gurë të ngjajshëm ose ka varre shumë edhe nuk dallohet varri prej varrit, atëherë thotë nuk ka të keqe me shku vetëm diçka sa e dallon prej varreve të tjera, emrin ose emrin e mbi emrin e kështu me radhë. Dhe Allah subhanahu wa taala di më së miri. Po ashtu autori thotë që është e papëlqyeshme me ul edhe mbi varr dhe me shkel mbi varr. Mirë po, edhe në këtë rast thejme që e sakta është që kjo veprim është haram. Edhe nuk është vetëm mekruh. Ka se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ndaluar me ul mbi varr. Edhe ka thonë: "La in yajlis ahadukum ala jamratin fatakhrika thiyabahu aw fatukhraqa thiyabuhu fatamdhi ila jildihi khayrun lahu min an yajlisa ala al-qabr." Që ndonjëri për juve të ulen mbi prush, edhe që pastaj ti digjen rrobat e tij derisa ti dëbërtojnë të lkura ti, pro kjo djegja me dëbërtu deri të lkura ti është më lehtë për të, më e mirë se sa mu ul mbi varr. Dhe hadithet transmetohet te Muslimi prej Abu Hurairës. Po ashtu domthon hadithe që e lexuam më lart për jam thotë ka ndaluar një gjassos al qabr që të subatohet varri, en yubna alehi që të ndërtohen mbi të, en yuktaba alehi që të shkruhen mbi të, wa an yuta alehi edhe që të shkelet me këmbë mbi të. Prandaj edhe me shkel mbi varr është haram e ndaluar, po është gjëna. Edhe kjo është mendimi i saktë, edhe jo që është e ka pra mendimin autorit që është vetëm mekruh, vetëm e rryer. Pra sakta që është edhe me shkel mbi varr, po është e ndaluar, përveç në raste domosdoshme, domosdoshmëria ka përjashtime. Për arsye se shkelja mbi varr është një lloj nënçmimi për vllahun ton musliman që është i varrosur aty. Pastaj autori thotë mul ittikau ilehi, edhe më mbështet te varri, pra me bë varrin sikur jastak që mbështetesh në të. Edhe kjo pra është sipas autorit është e urryer, edhe është mekruh. Edhe kjo domthon tregon që është një lloj nënçmimi për varrin ose për vdekurin që është i varrosur aty. Edhe sidoqoftë pejgamberi sa në këtë hadith që e lexuam më lart, po i bën bashk mes dalesës që ose i pindalon disa gjëra që mundën me qenë shkak që njerëzit me kalu në gulu, pra në ekstremizëm në raport me varret edhe të vdekurit. Edhe tjera që janë shkak që me nënçmu varrin. Prandaj po guluji ose ekstremizmi te kalimi i kufive është kur ndërtohet që është mbi varr, kur suvatohen ato se kur shkuan mbi varr. Ndërsa ndalesa për mos më nënçmu varrin është, domthon kur shkelet varri ose kur ulen të tjerët mbi varrin e të vdekurit. Pra qëllimi ka kësaj është që pejgamberi po don neve më na tregu se në raport me të vdekurit do të kemi pra një raport mesatar ose një qasje mesatare, as mos me kalu kufit, pas mos më tregu neglizhent, edhe më nënçmu ata. Pas mos më tepru në madhrimin e varreve, pas dohon mos me kalu në ekstremin tjetër, pa më nënçmu edhe mi shkel apo më ul mbi varre kështu më radh. Pa më kalu në mangësi apo në neglizhencë. Pastaj thot autori wa yahrumu fihi dafnu ithnain fa akthara illa li darura. Dhe është haram e ndaluar që në varr të varrosen 2 veta apo më shumë brenda një varri, pra përveç në raste domosdoshme, kur është darure. Pra pavarësisht janë këto 2 veta, 2 burra apo 2 gra apo 1 burrë, 1 grua, është ndaluar pa që të varrosen brenda një varri. Argument për këtë vendim ose përfundim e përmendën dietarët veprimin e muslimanëve, po pikërisht pejgamberit sallallahu alajhi wasallam deri në kohën e sotshme, po në varr varroset vetëm një person. Dhe këto kanë si bazë si argument që kjo gjë është haram edhe ndaluar. Pra nuk ka dallim nëse këto 2 xhenaze varrosen, dohon vdesin brenda një dite dhe varrosen pra zbashku. Po vendosen varr zbashku. Brenda një kohë, ose nëse njëra u varroset, tjetra pastaj nesër me ardhe me varros një të vend. Pra dispozita edhe gjykimi është i njëjtë, që kjo është haram. Vëllët autori përveç në rastet domosdoshme, por nëse ka të vdekur shumë, edhe ata cilët e varrosen një numër të pak, edhe nuk kanë mundësi pra të gjithë me varros një nga një, atëherë në kësaj raste ose në kësaj situata nuk ka të keqe që mi varros ka 2-3 brenda një varri. Dhe argument për këtë është hadithi që kemi përmendur edhe më herët, po që vjen te Buhariu, që kështu ka vepruar pejgamberi sa me shahidat e Uhudit. Po që ka urdhëruar që brenda një varri të varrosen 2 persona. Edhe ka thonë shikoni se cili prej tyre din më shumë Kur'an, edhe këto vendosnin të parin laht. Po atë ajo pjesa
që hapet nga ana kibles. Disa dietarë kanë mendimin që ky veprim nuk është haram, por është vetëm mekruh, pra është i papëlqyeshëm. Me varros 2 apo 3 mbrana një varre. Nuk është gjëna, nuk është haram, është vetëm e papëlqyeshme. Dhe këta kanë argumentuar se kanë arsyetuar mendimin e tyre duke thënë që veprimi nuk tregon ndalesë, që është haram një gjë. Pra fakti që këtë gjë kanë vepruar muslimanët, po pikos pejgamberi sa deri në kohën e sotme që në çdo varre kanë varros vetëm një person ose vetëm një xhenazë, kjo nuk tregon që është haram. Po që është e ndaluar pasaj me varros më shumë se sa një person. Mirë po thjesht tregon që është e urryer pa pëlqyeshme nga se kundërshton atë që kanë vepruar muslimanët prej fillimit, pikos pejgamberi sa deri po gjatë shekujve deri sot. Disa të tjerë ka thonë që me varros çdo person në një varr është më mirë. Më mirë, më pëlqyeshme. Mirë po mi bë bashkë nuk është as mekruh as haram. Pas nuk është e urryer, e papëlqyeshme, as nuk është e ndaluar pra haram. Për arsye se thonë braktisja ose mos veprimi asaj që është sunet edhe që është më e vepruar, nuk kërkon me domos që njeriu pastaj më ranë në gjë që është mekruh, pra që është e papëlqyeshme. Për arsye se edhe mekruh në realitet është ndalesë. Po është ndalesë për cilën ka ndaluar feja, qoftë në Kur'an, qoftë në sunet pejgamberit sa. Prandaj thotë braktisja ose mos veprimi një gjë që është më e mirë nuk do thotë që ke bë diçka që është e ndaluar. Siç është rasti për shembull nëse njeriu nuk e fal sunetin e drekës. Këtë rast po nuk mundem të thonë që ai ka bë diçka që është mekruh, po që është e papëlqyeshme. Ose nëse nuk i ngrit durt duke shkuar në ruku, për shembull ose duke u ngrit pi rukus. Këtë rast nuk mundem të thonë që ka bë diçka që është mekruh, po që është e papëlqyeshme. A shej thëmin Allah më shoh thotë mendim më i saktë por mendimin tim ose të unë është që ky mendimi që e tham që është më mesatar, pra që kjo është vetëm e urryer, e papëlqyeshme. Dhe nuk është haram i varros 2 ose 3 persona brenda një varri, mirë, po është vetëm e papëlqyeshme, thotë edhe kjo është mendimi që e ka zgjedh se mendim më saktë Sheikhul Islam Ibn Taymija. Mirë, po thotë nëse dikush u varros i pari, po vendos varrin e tij u varros, atëherë është ai më parsor, më meritor për këtë vend. Kështu që nuk duhet me ardh për shembull mbas një kohë me fut tjetrin në atë varr. Përveç nëse ka një domosdoshmëri shumë të madhe, atëherë lejohet. Dhe në këtë rast thotë autori, në rastet po kur është domosdoshmë i varros 2 ose 3 më shumë në një varr, thotë yuj'alu bayna kulli ithnayn hajizun min turab. Edhe mes 2 personave kur vendosen me një varr duhet me vendosë një pengesë prej dhejut. Një pengesë prej dhejut. Pra më së miri është që me bën një pengesë prej dhejut, pra me kanë ndama të opinionit tjetrit. Po pengesë prej dhejut ose prej baltës. E kështu më radhë, mirë po kjo nuk është obligative, kjo është vetëm e preferuar ose është më mirë me të veprohet kështu që është po thotë edhe autori. Pastaj çështjeve tjera që këto autori nuk i përmend, mirë po është mirë mi sqaruar ose mi shpjeguar se lejohet me nxjerr vdekurin prej varrit edhe pse këto kemi përmend edhe më herët nëse ka ndonjë qëllim ose synim të saktë. Për shembull nëse është varros para se me alo xhenazën ose para se me qefinos. E kështu më radhë, atëherë lejohet me nxjerr prej varrit edhe me la me qefinos apo me varros prap. Siç ka ardhur në hadithin e Xhabirit radhiyallahu anhuma, i cili tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë i erdhi djali Abdullah ibn Ubejit, që ka qenë Abdullah ibn Ubej ka qenë koka munafikëve. Thot edhe ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë që e kanë varros ato dhe ti s'ke prezantuar varrin e tij, edhe s'ja ke fal xhenazën e kështu me radhë. Thot edhe nëse vazhdojmë këtë mënyrë njerëz kanë më na çortu ashpër. Atëherë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shku te varri i Abdullah ibn Ubejit, pasi që u varros edhe ka urdhëruar që të nxirret. Thot edhe ka vendos mbi gjunjtë e tij edhe e ka fryp, po dheun që ka qenë mbi topi kokës deri te këmbë. Pastaj thotë ja ka vesh këmishën që ka pas për jasëm të veshur. Edhe në transmetim përmendet që vresam ja ka falë edhe xhenazën. E thotë Xhabiri Allahu alem pse ka vepruar kështu pejgamberi, Allah din më së miri. Po cila është turësia e kësaj? Mirë po Allah din më së miri, po arsyeja pse vresam ka vepruar kështu, ose
Pejgamberi sa pra ka vepruar kështu para se mi zbrit ajete që ja ka ndaluar mi afal xhenazën munafikëve. Çfarë kemi përmendur më herët, ku Allah ka thënë wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabri. Mos ia fal xhenazën, namazën e xhenazës, asnjë kur mos ia fal namazën e xhenazës, asnjërit prej atyre që vdesën po pi munafikëve. Dhe mos qëndro te varri i tij, pra me dua dhe me lutje. Pastaj thot kjo Abdullah ibn Ubay ja ka vesh këmishën Abbasit, axhës pejgamberit sa son kur ka qenë rob në mas betejës Bedrit, ka rob pra në durr të muslimanëve, po ka qenë ende pa pranuar Islamin atko. Thotë edhe dietar thonë që kjo ka qenë edhe arsyeja pse pejgamberi ka veshur këmishën e tij, pa në mënyrë me kompenzu për të mirën që ka bëu axhës e tij, pra ja ka vesh këmishën e tij. Në disa transmetime ka ardhur që ky vet biri Abdullah ibn Ubay ka kërkuar pejgamberin që me ja vesh këmishën e tij dhe ka mundësi pra që dyja të bëhen bashkë. Po që edhe ai ka kërkuar me ja vesh këmishën që ka pas veshur pejgamberi, po edhe një diku po pejgamberi ka dashur me kompenzu për të mirën që ka bëu për axhës e tij Abbasit radhiyallahu anhu. Edhe tjetra mesela është që nuk preferohet që njeriu me qel varrin e tij, me hap varrin e tij para se të vijë vdekja. Ka se ashtu nuk ka vepruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe shokët e tij. Dhe njeriu siç e dim, pra nuk e din kur vdes. Mirë, po nëse dikush e hap varrin e tij, pra që mu përgatit për vdekjen, atëherë kjo, siç ka thënë Sheikhul Islam, mundet të konsiderohet se vepër e mirë, dhe Allah subhanahu wa taala e din më së miri. Pastaj vazhdon autori thot wala tukrahu al-qira'atu 'ala al-qabr. Dhe nuk është e urryer e papëlqyeshme me lexu Kur'an te varri. Pra autori po thotë 'ala al-qabr, mbi varr. Kjo i bien ose kuptimi i saj është me lexu Kur'an te varri në dy forma ose njëra prej dy forma. E para është me lexu Kur'an mbi varr. Po çu lexon Kur'an mbi smutin kur i bën rukje. Dhe tjetra është me lexu Kur'an te varri. Pra pasi që të varroset i vdekurit, po pasi të varroset me lexu Kur'an te ai mënyrë që po sipas mendimit të këtyre dietarëve që autori i përket këtij mendimi që i vdekurit që është në varr, pra me gjet prehje edhe qetësi kur e dëgjon tjetrin që po lexon te varri i tij. Autori po thotë kjo nuk është e urryer, nuk është mekruh. Mirë, po saktë është që kjo është mekruh. Madje është e ndaluar. Arsyeja pse autori po mohon që nuk është mekruh është për mi kundërshtuar ata ose për më dhënë shenjë që ka mendime dietarëve që thonë që është e urryer. Mirë, po që është am leximi i Kuranit te varrit është mekruh, madje është e ndaluar. Pavarësisht ta bëhet kjo duke u varrosur i vdekurit ose pasi të varroset. Qase cila është argumenti që është mekruh ose është ndaluar, nga se kështu nuk është vepruar në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, as në kohën e halifeve drejt, në kohën e sahabeve kështu më radh. Dhe pastaj mundet të thonë njerëz edhe ti çoj kjo gjë deri te mu fitnos me varrin ose me të vdekurin që është varros aty. Po fillimisht lexojnë Kur'an te varri i tij me shpresën që kam i bë dobi të vdekurit. Pastaj mas një kohë me ardhur pra me përfundu deri aty që me lexu Kur'an, do të thonë me mendimin ose besimin që kë më përfitu për të vdekurit. Ose me mendu që leximi te varri i tij është më i mirë se sa me lexu për shembull në xhami. E kështu më radh, pra pastaj njerëz siç dimë dhe siç ka ndodhur pra fitnosen pastaj me varret edhe të vdekurit që janë aty. Gjithashtu edhe me lexu surën Yasin, që është veprohet pra te varri pasi varroset i vdekurit, kjo është bidat. Edhe nuk është i saktë argumentimi me hadithën e pejgamberit që thotë ikra wala mautakum Yasin, lexojeni të vdekurit juaj Yasin. Nga se kjo hadith, po kemi thënë që është i dobët. Po edhe nëse supozojmë që është i saktë, nuk ka argumentim këtë hadith për arsye se domthonë nuk ka kurfar dobije me ja lexu Yasinin atij që është i vdekur. Pra për Yasinit ose leximit të Yasinit të Kuranit përfiton ai që është i gjallë, përderisa shpirti është në trupin e tij. Prandaj qëllimi i hadithit, nëse është i saktë, është me ja lexu të vdekurit që është duke dhënë shpirt, jo ai që masi të vdes ose masi të varros. Kështu e kanë shpjeguar pra ata dietarë që punojnë me këtë hadith. Gjithashtu pra i vdekurit që shkojnë me marrin inshallah ndërsa tashmë ka nevojë më lut për to. Jo me lexu Kur'an te varri i tij.
Prandaj edhe pejgamberi sa ka urdhëruar që ata të cilët prezantojnë te personi i cili është duke dhënë shpirt ose pasi që të jep shpirt ose fjala pasi që të vdes, mu lut për të. Ka se ka thonë që ne kemi marrë më herët, po melek bojnë amin për atë që thuni ju. Pra nëse lutni për të, mirë, do thonë melek bojnë amin edhe do thonë pranohet duaja. Prandaj pra leximi i Kuranit të varrit ose kur i vizitojmë varret ose mas varrimit ose kur i vizitojmë varret e kështu me radhë, pra është një veprim që nuk ka bazë në sunetin e pejgamberit sa. Madje që shkruajmë marrë inshallah, ndërsa na shumë hadithet që na tregojnë se çka me vepru ose çka me thonë kur i vizitojmë varret, se si mu lut për të. Këto hadithe dhajnë shenjë që nuk është e lehtëshme me lezu Kur'an. Se sikur të kishin e lehtëshme atëherë kish vepru pejgamberi sa. Edhe shokët e tij, që sa marrë, ose ja kish mësuar shokëve të tij. E sidomos për faktin që Aisha radhiyallahu anha në një prej haditheve e ka pyet pejgamberin sa çka më thon kur i vizitoi varret. Pejgamberi sa nuk i ka thonë lexo Kur'an. Mirë po ja ka mësuar don, çka më thon. As nuk i ka thonë lexo surën Fatiha as diçka tjetër për Kur'anin. Sigur të kishin e lehtëshme leximi i Kur'anit, por jam pra nuk ja kish shef këtë dije Aishës radhiyallahu anha. Edhe gjithashtu dihet që me vonu sqarimin në kohën kur është e nevojshme nuk lejohet në Islam. Pra ajo ka pyet për një gjë, patjetër do të më asëru çka është e lehtëshme dhe çka nuk është e lehtëshme. Kjo është pra e njohur në usul fiqh, po në bazat e fikut. Po nuk është e lejuar me vonu sqarimin, aq më pak nuk lejohet që me fsheh pra në dije ose dohon në informat për atë që të pyet. Ose domos kur kemi këto të bëjmë me pejgamberin sa i cili ja ka mësuar për umetin çdo gjë që është e nevojshme për ta, po që është e hajrit. Edhe i ka paralajmëruar se i ka ndaluar për çdo gjë që është e keqe, që është sharr. Pra, nëse pejgamberi sa ja ka mësuar shokëve të tij ose Aisha se kështu më radh diçka që domthon ja ka mësuar që është e lejuar me lezu Kur'an të varret, atëherë ata part tjetër na kishin përcjell neve. Dhe përdesë nuk është përcjell, me asnjë hadith sakt atëherë tregohet që kjo nuk ka ndodhur në kohën e pejgamberit sa edhe nuk ja ka mësuar këtë gjë pra sahabëve. Për gjërave që ose argumenteve që tregojnë se nuk është lehtëshme me lezu Kur'an të varret është edhe hadithi që transmetohet te Muslimi, thot pejgamberi sa la taj'alu buyutakum maqabir. Mos i bëni varret shtëpitë juaja varre. Fa inna ash-shaytana yafirru min al-bayt alladhi yuqra'u fihi suratul Baqara. Ka se shejtani ik për një shtëpi në të cilën lexohet surja Baqara. Po pejgamberi sa këtë hadith po na jep shenjë që varret nuk janë vend ku lexohet Kurani. Po fatarisht nuk janë vend ku do të më lezu Kur'an. Po këtë arsye pejgamberi po na nxit dhe po na inkurajon që me lezu Kur'an në shtëpi. Edhe na ka ndaluar që shtëpitë mi pasi varre, pra në cilat nuk lezohet Kur'an fare. Siç ka dhënë shenjë pejgamberi edhe në hadithin tjetër, që shkruaj më marr inshallah që varret nuk janë vend ku kryhet namazi. Ka thënë sallu fi buyutikum wa la tattakhidhuha qubura. Falu në shtëpitë juaja, pra namaz nafile, sunetet e kështu me radhë, dhe mos i shndroni shtëpitë juaja në varre, në varreza. Hadithi transmetohet te Muslimi. Por gjithashtu edhe te Buhariu, domthon transmetohet ngjajshëm me këto, dhe Buhariu kur në këtë hadith e vendos në temën, thot babu karahiyati s-salati fil maqabir. Po tema që tregon se është e ndaluar me fal namaz në varre. Po hadithi ngjajshëm me ato që e lezu më lartë që për jasam ka ndalu pra mos mi shënru shtëpit në varë po me lezu Koranët. Prandaj do të përfitohet e njëjta dispozit. Po përdej sa kjo hadith po na tregon që është e ndaluar me fal namaz në varë, po ashtu edhe hadithi i Buhariut se e lezu më lartë po na tregon edhe përfitohet që është e ndaluar ose urryer me lezu Koran në varë. Nuk ka dallim domthon mes kuptimit dhe së domethënies që përfitohet për këtyre dy hadithe, prandaj edhe shumë dietar po kanë argumentuar me këtë hadith. Ashtu siç ka argumentuar edhe Buhariu, edhe Ibn Hajar ka përkrah në komentimin e tij që ka bërë Sahih Buhariu. Për këtë arsye, pra, mendimi i shumicës dietarëve të selefit, se Abu Hanifa, Imam Maliku, edhe të tjerët e kanë mendimin që është pra ndaluar me lezu Kur'an, me krahas ndaluar me lezu Kur'an te varret. Kjo është edhe mendimi i Imam Ahmedit, Allahu mëshiroft, siç e përmend pra Abu Davudi në librin e tij Mesail, pra që janë pyetje që ka parashtruar Imam Ahmedi, thotë kam dëgju Imam Ahmedi kur është pyetur për leximin të varret, ka thonë jo, nuk bën me lezu. Edhe Sheikhul Islam Ibn Taymija në librin e tij Iqtida Siratul Mustaqim thotë nuk mohet men ose nuk transmetohet, nuk përcillet
që Imam Shafiu ka folë diçka rreth kësaj mesele. Për arsye se thotë Imam Shafiu kjo është bidat. Thonë se ka përmend hiç librat e tij. Ka se ta është bidat. Edhe Imam Maliku ka thonë nuk e di dikush që ka vepruar kështu propi selefit. Prandaj thotë Imam Maliku është e ditur që sahabët e tabiin nuk e kanë vepruar këtë gjë. Prandaj pra edhe Sheikhul Islami në librin e tij El-Ikhtiyarat thotë që me lezu Kur'an të i vdekur i pasi të vdes ose pasi të varroset, kjo është prej bidateve. Mirë, kemi një hadith cilin e përsjell Ibn al-Qayyimi në librin e tij Ruh, pra shpirti, që përkthyer shqip. Thot transmetori pe Halalit, i cili thot më ka treguar Hasan ibn Ahmed al-Warraq, i cili thot pasaj më ka treguar Ali ibn Musa al-Haddad, që ka qenë pra i sinqert, saduk. Thot kam qenë me Imam Ahmedin edhe Muhammed ibn Qudam al-Jauhari në një xhenazë. Po dhe kur u varros i vdekuri, një person që ka qenë i verbër filloi me lezu Kur'an të varri i tij. Edhe Imam Ahmedi tha, o të filan, lezimi të varë është bidat. Tha dhe kur dolën prej varrezave, Muhammed ibn Qudam i tha këtij Imam Ahmedit, çfarë thua ti për Mubashir el-Halabi? Ka thonë ai është thika, pra është i besueshëm. Ka thonë ke shkruar ai hadith prej tij, thot po. Atëherë thot më ka dërguar që ke Mubashir prej Abdurrahman ibn al-Ala ibn al-Lajjaj ose Lajlaj, prej babait të tij që ai ka porosit, pra ka vëdon porosi që kur të vdes, te varri i tij të lezohet pa masi të varroset, te varri i tij të lezohet fillimi i surës Bakara dhe dy ajetet e fundit të surës Bakara. Edhe thotë kam dëgjuar Ibn Umerin duke lënë këtë porosi. Po ky personi thotë kam dëgjuar Ibn Umerin duke lënë këtë porosi. Atëherë Imam Ahmedi ka thonë, pas këtij transmetimi, ktheu atij personit edhe thuaj le ta vazhdoj lezimin. Ky hadith, po që është shpjegon Sheikh Albani në librin e tij, nuk është i saktë. Madje vetë ngjarja me Imam Ahmedin nuk është e saktë. Po kjo ngjarje me Imam Ahmedit nuk do shumë diskutabile është transmetohet as saksohet me Imam Ahmedit apo jo. Për arsye se që ky shejh ose hoxha i Halalit, pra Hasan ibn Ahmed al-Warraq, thotë se Albani s'ka gjetë ndonjë biografi për to. Librat që flasin për transmetues. Edhe si i tillë, pra ai ndihet si mejhul, pa i panjohur, por nuk i pranohet hadithi. Po ashtu thotë edhe vetë shejhu i tij Ali ibn Musa al-Haddad, që para më thotë nuk e di, nuk e njeh, thonë nuk u përmend librat e transmetuesve. Prandaj thotë, edhe nëse thuhet këtë zinxhir që përmend më lart që kjo është saduk, pra që është i sinqert, po që i pranohet hadithi, ose hadithi i tij është hasan, po sipas rregullave të shkencës së hadithit, thotë ai që ka thonë këto është Morroku. Thotë edhe e kuptuam gjendjen e tij, pra që është i panjohur te dietarët e hadithit. Po ashtu thotë edhe nëse saksohet, mund të më thonë që kjo është më e veçantë si veprim prej asaj që e ka transmetuar Abu Daudi për Imam Ahmedit. Po mund të bëj bashkë mes dy transmetimeve që mendimi i Imam Ahmedit ka qenë që është e urryer me lezu Kur'an pra të varre. Po masi të varroset. Mirë, po gjatë varrimit nuk është e urryer. Mund të thotë më përfitu kjo pe hadithit, pe këtij hadithi, pse e pam që është domethënë i dobët. Po ashtu edhe zinxhiri i këtij ecerit nuk saksohet për Ibn Umerit radhiyallahu anhu. Edhe nëse supozojmë që është e saktë për Imam Ahmedit që ka thonë këtë fjalë, prap ajo që e ka përsjell ky personi prej Ibn Umerit nuk është e saktë. Për arsye se ai që ka përsjell Abdurrahman ibn Ala, që përmendom Ibn Lajlaj, është gjithashtu me xholinëve, pra pi atyre që nuk njihen të dietarët, janë të panjohur të dietarët e hadithit. Edhe për këto ka folur pra edhe Hebi Allahu mëshiroft, po ashtu edhe të tjerë për dietarëve. Prandaj edhe vet Ibn Hajeri nuk e pranon si transmetues që i pranohet hadithi ose që është transmetues pra i saktë edhe i besueshëm me kështu më radh. Prandaj pra kjo na tregon se kjo hadith ose kjo ngjarje për Imam Ahmedit nuk është i saktë. Gjithashtu nëse që thashë Elman, do supozojmë që zinxhiri prej Ibn Umerit është i saktë, atëherë Ibn Umer nuk po tregon që këtë gjë e ka thonë pejgamberi, por nuk po dërgon këtë hadith deri te pejgamberi. Prandaj thonë në parim nuk ka argument fare këtë hadith. Ngjashëm me këto është edhe një athar që përmend Ibn al-Qayyimi. Por na përmendim këto me ditë pra se çka është e saktuar dhe çka nuk është e saktuar, nga se disa
Pra mundën me argumentu me këtu atëherë me thonë që ka ndodhur te selefi që kanë lexuar Kur'an të varrit. Prej tyre është pra atëherë tjetër që e përmendëm ka një me të njëjtin libër, pra thotë që Halali ka thonë ka transmetuar pi Shabiut që ansarët kur ka vdek dikush në mesin e tyre, thotë kanë shku te varri i tij edhe kanë lexuar Kur'an. Kanë shku te varri i tij edhe kanë lexuar Kur'an. Ansarët pra shokët e pejgamberit, sa thonë që kanë qenë në Medinë. Mirë po Sheh Almani thotë unë kam shumë dyshim rreth vërtetimit ose vërtetësisë së këtij transmetimi prej Shabiut. Sidomos me këtë shprehje, pa që thotë që kanë lexuar te varri i tij pasi ka vdekur. Për arsye sot e kanë pasur juti Allahu më shoh që këtë e thare ka sjell te libri i Sharhus Sudur, që është libër që flet për kësaj teme, po rreth rregullave të varrimit e kështu me radhë. Thotë që kanat al-ansaru yaqra'una 'inda al-mayyit surat al-Baqara. Ansarët kanë lexuar taj që është duke dhënë shpirt, ja kanë lexuar surën Baqara. Jo te varri që është u transmetuar ose u përmend e thirrën më lart. E thotë që këto e transmeton Ibn Abi Shayba dhe al-Marwaziu. Edhe e ka sjell pra në temën thot fi babi ma yaqulu al-insanu fi maradil maut wa ma yuqra'u indahu, pra tema që flet se çfarë do të më thonë njeriu kur është në smundjen për cilës friksohet që ka me vdek dhe çfarë lexohet tek ai në këtë rast. Po këto thërë po tregojnë që fjala është se çfarë do të lexohet po te i vdekur që është duke dhënë shpirt. Prandaj thotë që Almani që e kam gjetë pastaj edhe te vet në Musanefin e Ibn Abi Shaybes këtë thërë, edhe që vet ai domthon këtë thërë ka sjellën këtë temë, po babu ma yaqulu 'inda al-marid idha hadar. Tema që tregon se çfarë do të lexohet ose të thuhet te i smuri i cili i ka ardhur vdekja, po që është në agoninë e vdekjes. Prandaj thotë megjithë këtë edhe ky athar është i dobët, po te Musanefin e Ibn Abi Shaybes. Po në zgjidhjen e tij thotë është në pe transmetuesve përmend me emër këtu, na spozirohet më shumë mirë, po Ibn Hajeri ka thonë që nuk është transmetues i fortë, edhe në fund jetës tij ka ndryshuar, po është pe transmetuesve të dobët. Prandaj thotë me këto na bëhet të qartë që e theri nuk ka domethënë ndonjë athar për selefët që tregohet se lejohet me lexu Kur'an te varri. Mirë po edhe ato athare që janë transmetuar me gjithë dobësinë e tyre, për qëllim është që me lexu te i vdekur që është duke dhënë shpirt, jo masi të vdes ose masi të varroset. Po ashtu thotë se i përket hadithit që transmetohet pe pejgamberi sa më thotë man marra bil maqabir fa qara kul huwa Allahu ahad 11 marra thumma wahaba ajruhu lil amwat u'tiya min al ajri bi adad al amwat. Thotë kush kalon afër një varreze dhe lexon surën kul huwa Allahu ahad 11 herë, edhe shpërblimin ja udhëron vdekurve, atëherë thotë atij jepet shpërblim sa është numri i vdekurve aty. Mirë po kjo hadith, Sheh Almani thotë është hadith me undur, po është hadith i trilluar i shpifur. As i dob nuk është. Mirë po është hadith i trilluar edhe i shpifur. Po nuk po zgjerohem pra më shumë këto me përmend pra mënyrën se si Sheh Almani ka këtë përfundim, mirë po hadithi është i shpifur i trilluar, nuk është fare hadith. Po as i dobet që dikush mundet me argumentuar. Pastaj autori e cilën meselën për cilën po e lajmë folën inshallah në dersën e ardhshëm, për arsye se u zgjat sonte pak dersë shumë. Thotë se çdo adhurim që njeriu vepron, edhe jep shpërblimin në muslimane, qoftë i gjallë apo i vdekur, i bën dobi atij. Pra ai përfiton pe atij adhurimi ose pe atij shpërblimi. Po sa është saktë fjala e autorit dhe cili është mendimi i saktë në meselë, inshallah do të flasim në dersën e ardhshëm. Allahu më mirë, Allahu alem. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.